Pushuesit me kamper rritën ndjeshëm numri i tyre në qytetin e Vlorës. Tashmë prej vitesh Vlora dhe Shqipëria mbetet një nga destinacionet kryesore të tyre, ndërsa fal udhëtimit me kamper kanë mundësinë të vizitojnë disa vende të ndryshme. Shumë për herë të parë, ndërsa janë nga Gjermania, Holanda, Danimarka dhe Italia, por edhe shtetet e tjera. Të vendosur në kamping pranë pyllit të sodës në Vlorë, dhe turistët shprehen të kënaqur me atë se çfarë kanë gjetur në qytetin e Vlorës, por dhe në Shqipëri, duke vlerësuar padyshim klimën, natyrën, qetësinë apo edhe mikpritjen dhe ushqimin e mirë. Ata pranojnë se Vlora dhe Shqipëria janë destinacionet që ofrojnë shumë. I just arrived yesterday from Corfu. Jam nga Gjermania, kemi ardhur rreth 2 ditë më parë këtu. Më pëlqen shumë deti, natyra dhe këtu është një vend shumë i bukur. Këtu në kamping ke mundësinë të kalosh disa ditë në komunitet, të njihesh me njerëz të rinj dhe kjo është bukur. Germany. I arrived like 1 week ago. Edhe unë nga Gjermania. Në Shqipëri kemi ardhur një javë më parë. Këtu kemi 2 ditë dhe do të qëndrojmë ende. Veçanërisht në këtë vend ku po qëndrojmë më pëlqen qetësia dhe natyra. Më pëlqejnë edhe ato çfarë kemi vizituar. Kemi qenë në Shkodër, Tiranë. Vendet ku qëndrojmë për një kafe janë shumë të bukura. Yes, our first time in Albania. How many days are you? Now a little more than a week. Nga Gjermania dhe këtu jam për herë të parë. Prej një jave kemi në Shqipëri. Kam vizituar Tiranën dhe Beratin dhe pas Vlorës do të shkojmë në jug të vendit. Kemi gjetur këtu një vend shumë të bukur. Qetësi, bëjmë miq të rinj, barbecue dhe shumë aktivitete të tjera. Me një fjalë më pëlqen gjithçka. Holland, yeah. Okay. And here in Albania first time or not? Yeah, first time Albania, yes. Jam nga Holanda. Po, është hera e parë këtu, udhëtoj me familjen me kamper. Për momentin gjithçka është mirë. Natyra, njerëzit, deti është i pastër. Jemi prej 2 ditësh këtu, do të qëndrojmë edhe 1 ditë dhe pastaj do të shkojmë në Durrës, ku dhe atje do të qëndrojmë disa ditë. We're also from the Netherlands, of course. Yeah. You like it here in Albania? Yeah, we really like it. Yeah. Po, unë jam nga Holanda. Më pëlqen shumë këtu. Njerëzit mbi të gjitha janë shumë miqësor me ne dhe natyrisht edhe natyra që të ofrohet këtu. Fantastike gjithçka. Është hera e parë. Kisha dëgjuar për Shqipërinë. Kisha parë edhe foto nga personat që vinin këtu me kamper nga Italia dhe Greqia. Dhe ja, tani jemi këtu. Do të rikthehem dhe do ta sugjeroj. Germany. And you are first time in Albania or not? Yes. Erste Mal, ich spreche Deutsch. Jam nga Gjermania. Është hera e parë që jam këtu. Nuk flas mirë anglisht, por kjo nuk është problem. Ndihem shumë mirë. I'm from Germany. Germany. Yeah. And you are here vacation. For vacation. Jam nga Gjermania. Këtu kemi gati një javë dhe kemi udhëtuar në disa vende të ndryshme. Kemi ardhur mes Kroacisë, Malit të Zi dhe tani jemi në Shqipëri dhe këtu në Vlorë. Do të shkojmë pas edhe në jug të vendit dhe dëshirojmë të vizitojmë sa më shumë. Nuk dija për Shqipërinë më parë, por nga miqt, nga fotot e tyre dhe duke googulluar, mësova mbi gjithçka dhe tani po e prek në realitet. Është çdo gjë shumë e bukur. Bergamo, vicino a Milano, Italia, sì. In Albania da 3-4 giorni. Unë jam nga Bergamo, pranë Milanos në Itali. Këtu në vendin tuaj kemi rreth 3-4 ditë, ndërsa në Vlorë sapo kemi ardhur. Kemi mbritur me njëherë nga Durrësi dhe do të qëndrojmë për disa ditë, pastaj do të shkojmë edhe më në jug të vendit. Kemi udhëtuar dhe në Kroaci dhe Malë të Zi, dhe tani ndodhemi këtu. Shqipëria më duket një vend i bukur, por që jeni ende në zhvillim, dhe kjo duket qartë, ndërsa ne po eksplorojmë. Nga viti në vit, numri i turistëve me kamper ka shënuar rritje, ndërsa edhe pse jemi në nisje të sezonit turistik, trendi i tyre duket qartë, duke regjistruar një numër të konsiderueshëm nga vendet ndryshme të Europës.